Mirë, kemi ndjekur pra zotin Iliran Celibashi, kryekomisionerin e KQZ-s, i cili ka vendosur pra që të hapet numërimi i votës që vinte nga diaspora, konkretisht nga Greqia. Deri në momentin që flasim, kjo votë është lënë më një anë për të numëruar në një moment të dytë. Ky ka qenë vendimi i kreut të KQZ-s, pra zoti Celibashi. Rikthehen bisedë jam me Ibsen Elezin e Denada e Jushin. Ibsen, të ndërpreva pak më parë. Po flisnim për influencën që ka kryeministri në planin personal me liderët, por gjithashtu edhe për nevojën e Bashkimit Evropian, Europës për Shqipërinë si faktor stabiliteti vendosur në kontekstin e krizave dhe konflikteve në botë. Mbetemi vetëm këtu me këtë samit të ditës së sotme, apo ecim përpara si thot kryeministri në Bashkimin Evropian? Shumë vende antarët Bashkimit Evropian janë si rrjedhoje domosdoshmërisë e nevojës për të qenë nga Bashkimi Evropian, sesa për shkak se ato kanë pas plotësuar standardet dikur. Për këtë duhet jemi të vetëdijshëm. Edhe unë mendoj që tashmë Bashkimi Evropian është në një situatë të tillë që do i përshpejtoj gjithë procedurat për ta futur Shqipërinë, për ta bërë Shqipërinë pjesë Bashkimit Evropian. Se fundja fundit ne jemi një vend i vogël dhe nuk është se futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian mund të sjellë pasoja. Sa jemi, ne kemi me 2 milionë sa, më shumë shqiptarë ne i kemi në Bashkimin Evropian se sa janë mrena kufive të Shqipërisë. Dhe unë besoj që kjo procedurë nuk besoj që do lidhet shumë me zhvillimet që do ndodhin në Shqipëri, po me nevojën e Bashkimit Evropian për ta pas si shtet brenda kufive të tyre dhe për pas një stabilitet më të madh, pastaj kuptohet. Se pastaj Bashkimi Evropian t'imponohet për shkak sepse t'imponohet nëpërmjet rregullave, po edhe nëpërmjet ndihmës që i jep Shqipërisë, dhe ndihmave që përfiton Shqipëria kur është pjesë e Bashkimit Evropian. Si një vend i pazhvilluar, kuptohet. Bashkimi Evropian do ta ngrejnë standardet minimale të paktën të vendeve të Bashkimit Evropian. E kuptova. E ndoj që deklaratën e Celibashit do të hapet numërimi i votës së diasporës, konkretisht Greqisë, edhe nuk janë pak vota, janë rreth 50.000 të tilla. E para njerë pse arritëm në këtë pikë. Deri tani ja kemi vënë fajin kompanisë të HL-s, përsa i përket shpërndarjes edhe të tjera si këto denoncimet e PD-s kanë qenë të herpasershme. Pse po zvarritet, apo pse u zvarrit deri tani? Po mundohet që të manipulohet ajo? Kultura e mos dominimit rregullit mbi dëshirën edhe vullnetin e individit është kulturë e mbjellur kudo në shoqëri. E diskutuam pak më përpara këtë. Domthonë dhe kjo kulturë pasqyrohet edhe në Komisionin Qendror. Vetë fakti që merr vendim Iliran Celibashi, ndoshta edhe në diskutim me dy partitë kryesore, nuk përbën ndryshim, edhe pse ato mund t'i kenë dhënë okejn, që të bllokoj shpalljen e një rezultati është një veprim domosdoshmë absurd. Nuk është normal që të ketë forcën një kryetar i Komisionit Qendror Zgjedhor të bllokojë shpalljen e një rezultati. Rezultati që numërohet shpallet. Dhe nuk ka asnjë arsye në botë që ta ndalojë këtë. Po flet për votimin elektronik. Për votimin elektronik, ç'a ndodh? Kjo lloj kulture sjell edhe në faktin që një palë mund të bllokojë procesin. Këto nuk kuptojnë që procesi është i gjithë palëve, është i gjithë shqiptarëve, nuk është i njërës apo tjetrës palë. Dhe këtë debat unë e kam pas me Iliran Celibashin s'pari herë në 2001-shin. Në 2001-shin, kur një person refuzon të zbatonte ligjin, një debat i tillë ka qenë dhe i kam thënë zotit Iliran Celibashi, ka qenë kryetari i komisionit në zgjedhjet parlamentare 2001-shit zoti Celibashi, dhe i kam thënë që e kupton që në momentin që një person bëhet pengesë, e dyta ai duhet të ketë penalitet rënd, sepse është proces zgjedhor, dhe e dyta e drejta jote për ta zëvendësuar është me ligj. Kjo bisedë, ky debati 2001-shit, të vazhdoj sot nuk është normal. Në momentin që dikush refuzon, ai ka gjithë mjetet në dorë, ligjore, dhe gjithë infrastrukturën për të vazhduar procesin. Dhe për gjithë njerëz të subjekteve tjera. E rëndësishme është që procesi të jetë transparent. Zoti Iliran Celibashi këtij procesi i ka hedhë dyshime që në momentin që ka refuzuar shpall një rezultat duke e lënë atë pas më shumë se 12 orëve. Çfarë do të thotë që e kanë ngarkuar atë me penalitet moral, sepse njerëzit kanë drejtë të dyshojnë, ore pse e ndaloi ky shpalljen e rezultatit?
Se s'ka një arsye, nuk mund nxjerrësh një arsye. Pse e Ka ndalon? pretendime nga ana e opozitës, ai e tha, po jepet kohë për të verifikuar gjithë procesin. Jo, më jo, jo këtë rastin e dytë, rastin e parë, që të kalim të rastin e dytë. E kërkoi Partia Që mos shpallet Demokratike. rezultati? Ishte Po të kërkojnë deklaratë. që mos shpallet një muj rezultati, çfarë do bësh? A ishte në fillim ka disa arsye Jo, për po pra pjesën po, e asaj. edhe zoti Celibashi Por tha, mos është dëshmoj- e përcaktuar me ligj një kërkesë e tillë, kështu që jam i detyruar që ta zbatoj. Në momentin që një rezultat shpallet dhe ti e ndalon, sepse detyra jote është ta përshpejtosh procesin, jo ta ndalosh, ti e vje dyshimin mbi procesin. Nuk ka argumenta më. I pse do të qenë duke pritur me padurim që të Jo, fitonë jo, të s'kam dy. qenë duke prit, më Partia Socialiste. është normë që të shpallet, pavarësisht se është ai Pse rezultat. ne kam tani kuptoj, votimin po, elektronik ka në me 2025 ne tentojmë që të votohet edhe në Ti thua gjëra se të ne tjera. ndalojnë 12 orë se më tha njëri, erdhi më tha supozojmë Flamuri ose Albana. Na mjafton reagimi publik i zotit Celibashi, i cili mban përgjegjësi për këtë tha. Në rastin konkret. E kam dalur pra bërjen publike të rezultatit për arsye se ka kërkesë nga ana e opozitës dhe diçka e tillë është specifikuar në ligj. Denata diçka për të. Kërkesa e opozitës nuk është arsye, jemi të bëjë njerëzit çorap, lutem. Kërkesa e opozitës nuk quhet arsye. Kërkesa e opozitës për të verifikuar arsye quhet diçka që ka të lidhje me të mirën e procesit, jo kërkesa. Po procesin. Se mund bëj kërkesa ka të lidhje, mund bëj një kërkesë pa logjik fare, një idiotësi si kërkesë dhe ti thu kërkesa e jote, idiote, mund ta ndaloj gjithë Ka ndodhur procesin. shumë gjëra nga ai momenti i 11 majit, i lirë që do doja Lutem shkurtimisht. Po. Denata sepse do të lidhem me enketetën për të na shpjeguar vendimin e Celibashit. Okej, atëherë ndoshta është më mirë që të dhe pastaj sepse dua të lidhem pikërisht me raportin e një analize pa u hapur pikërisht këto vota që vijnë nga Greqia. Do doja të bëja një lloj rezume edhe të rezultateve nga 2013 deri në 2025 për të kuptuar pak ku jemi dhe si jemi. Kështu që nëse dëshiron mund ta bëj tani ose pas lidhjes. Të lidhem me